Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me kapitullin e 7 të Sahihut të Buhariut, ku Imam Buhariu e ka titullu Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte më bujari në Ramazan. Pra, ai ka qenë gjithmonë bujar, por në Ramazan është dallu. Përmend pastaj hadithin e Abdullah ibn Abbasit, djalit Axhës vet, ku ai thot Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte njeriu më bujar. Por kësaj bujarie i shtohej edhe më tepër bujaria në Ramazan. Kur edhe pse? Thot atëherë kur e takonte Xhibrilin alayhi salam, e Xhibrilin e takonte çdo natë. Pra ka përmend natën, nuk e ka përmend ditën. Derisa të përfundoi krejt Ramazani. Çka ka bën? Pse ka taku Xhibrilin? Thot, ja lexonte atij, apo lexonte para tij, edhe studionte para tij tër Kur'anin. Kur e takonte Xhibrili alayhi salam, në ato çaste, në ato momente, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë aq bujar, aq dorlir, aq fisnik, sa thot i ka përngja erës mirë, erës but e cila sjell me vete bereqet. Era do të thonë kur fryn era që sjell bereqet. Të ndrum vëllezër, ky hadith na mëson disa gjëra. E para, gjithsesi besimtari duhet të jetë bujar. Me fjalën bujar, fisnik, janë për qëllim shumë sifata apo cilësi. Por njëra prej tyre është të jetë bujar me fjalët e tija, me këshillat e tija, të jetë bujar me xhepin e tij, me parën e tij, me pasurinë e tij. Pra, jo vetëm bujarit ketë me fjalë, e të jetë koprac me dorë. Ose kundërta, të jetë bujar me dorë e i parsyeshëm, ofendues me fjalë, nënçmues, mos jep këshilla, të mos i orientoj sidomos matrit nëse ai ka përvojë në jetë, ose ma pak të informuarit nëse ai ka dije. Se njëri mund me pas dije, mund të përvojë, ose mund me pas të dyjat. Andaj të jetë bujar, t'ju jep tjerëve nga dija dhe përvoja e tij. E pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë ka qenë bujar. Por prej atyre qëllimeve të agjërimit është edhe shtuarja e bujarisë. Edhe e kemi përmend një prej gjërave të rëndësishme, sidomos në 10 netëshin e fundit, është me shtu bujarin, me dhonë. Sa të munësh, me dhonë, mos me të udhimt. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një gjë të tillë, por mas shumti mrena Ramazan e ka pas kur është taku me Xhibrilin alayhi salam. Kjo na jep një mësim tjetër. Pejgamberët e Allahut janë taku me melaçet. Melaçet janë personifiku. Pejgamberi alayhi salatu wasalam 2 eventualisht 3 herë e ka pa Xhibrilin alayhi salam në fizionominë e tij origjinale. Përndryshe herave tjera i është personifiku Xhibrili alayhi salam në formën e insanit, por duke ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është Xhibrili, nuk i ka ardhur më thonë si panjohur me ju bë tevdil, plesh kanë thonë, fjala tevdil rrjedh për fjalës arabe tebdil. Tebdil është me ndryshu nga një formë në formën tjetër. Pra ka ditë pejgamberi që filoni është që ky filoni që ka ardhur të bëjmë është Xhibrili alayhi salam. I ka ardhur në Ramazan në netët e Ramazanit. Pse? Për arsye se është konë për qëllim leximi Kuranit. E ditën Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë i angazhuar me agjërim, i angazhuar me dhikr, i angazhuar me ymmetin, me davetin, me punët. Pastaj natën Resulullah sallallahu alaihi wasallam zakonisht ja ka kushtu marrjes me veten e vet apo konkretisht me Allahun xhalla shanu. Prandaj ka lexu Kur'an, ka bën namaz nafile, ka bën ibadete në kohën e natës gjithmonë, edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. E Xhibrili alayhis salam i ka ardhur në mbrëmje natën, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka studiu Kur'anin me Xhibrailin alayhis salam çdo natë në Ramazan. Përveç në Ramazanin e fundit kemi transmetime tjera që në Ramazanin e fundit e ka lexu Kur'anin para Xhibrilit, ose më mirë e ka studiu, jo vetëm me lexu 2 herë. Pra çdo vjet një herë, përveç në vitin e fundit 2 herë. E tash, mrena që saj kohë
kur pra në Ramazan pejgamberi ishte bujar, po mrena ditëve të Ramazanit ai të ditën edhe të natën ishte bujar, po i shtuhej bujaria në momentin që takohej me Xhibrilin ose më njëherë pas takimit me ta. Pra ne kemi 3 kategori të bujarisë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Bujari jashtë Ramazanit, bujari mrena Ramazan. Edhe mrena Ramazanit bujaria tretë, hala më vlefshme, në momentin apo pak para dhe pak masi e takonte Xhibrilin alayhis salam, kjo koha ma e veçantë e tij. Pse? Ulemat kanë thonë veprat e mira duhet t'i presim me vepra tjera të mira ose t'i përcjellim me vepra të mira. Ardhja e Xhibrilit alayhis salam, të mësuarit me Xhibrilin alayhis salam, është ibadet. Ka qenë ibadet. Pra mësimi Kuranit, meditim, studimi Kuranit, ka qenë ibadet. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka parapri ose mas dersit, mas mësimit, ka qenë bujar. Këtu me bujari e përmenda në fillim, si ana ekonomike, ashtu edhe anë tjera, ku ai ka sakrifiku vetveten e tij, kohën e tij në shërbim të tjerëve, dhe kjo ka qenë bujari. Nuk është bujari veç mi dhon dikuj 5 euro, po ndoshta me marr edhe me çu deri diku kur ai ka nevojë një kontroll me avon, me makinën tonë me çu. Kur i ki mundësit, me humb kohën tonë, jo me thonë gjithmonë s'kam kohë, po ndoshta personit të cilit tipi ja bani të mirë. Ta në jetën, ajo e mira jote ka me t'u shpërbly ty. Prandaj nuk duhet t'i neglizhojmë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë mos i nënçmoni asnjë prej mirësive, sa do e vogël që t'ashtë, qoftë edhe të e takosh vëllaun tonë besimtar me një buzëqeshje. Prandaj në kohën e ka përshkruaj Ibn Abbasi me erën që fryn era, e cila sjell me vete dobi. Era mundet me qenë furtunë, mundet me qenë e rrept, mundet me bë dam, mundet me prish pemë edhe perime, mundet me prish objekte, por edhe kundërta mundet me ardhë e lehtë, një flad i këndshëm, i cili mas sjell edhe pritet prej Allahut që përmes asaj ere, Allahu me i sjell rret, e me ra shi, e mu bë bereqeti, ose me u bartë përmes erës së lehtë, me u bartë edhe do më thane ato pemët, edhe me shku deri tek takimi i pemëve që bëhet ajo shartimi, ose si me thonë takimi i pemëve me zvete, mashkull dhe femën, edhe me ushtu ose me urrit edhe me u prodhu, me vazhdu prodhimi i tyre edhe shumë fishimi i pemëve. Pra era sjell era mirë, sjell këto dobi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është prit prej tij. Qysh pritet prej erës? Kur një vend është i thatë, pa ujë, janë të prit me rani shi, edhe kur e shohin ata ekspertat që i marrin vesh këto fenomene natyrore, kur vjen një erë pe filan drejtimit, ata e dinë se era pe qaneshit sjell gjithmonë shi, me izin të Allahut, gjithmonë, po era sebeb. Prandaj ata e presin atë erë me gëzim. Kështu edhe muslimanët pejgamberin alayhis salatu wassalam sa herë kanë taku, sa herë kanë prit, sa herë kanë pa, e kanë prit e kanë taku me gëzim, sepse ai gjithmonë ka sjell me vete diçka. Qoftë nga ana ekonomike, fisnikëria dhe bujaria, qoftë nga ana e dijes, e këshillave, e mësimeve, e kështu me radhë. Pra mësimi le të jetë jone, që na në Ramazan të ashtojmë bujarin, e prej forave më të mira të bujarisë është që njeriu me dhon dikujt iftar në këtë Ramazan. Pastaj edhe me dhon sadak, pastaj me dhon edhe sadaqatul fitrin. Po ashtu më mundu nëse e gjeni, shembull në jetim, ndonjë të varfër, edhe me gëzu fëmijët e tij, çush i gëzon fëmijët e tu, me një palë tesha ose me një palë këpucë duke ia ble, kjo hyn në çet hadith për të cilën sad folëm. Allah na përmirësoft, Allah na udhëzon.